Një qëndrim madhështor për përmbusje, plotësim të fjalës së dhënë, është marrëveshja e Hudejbijës. Kur në marrëveshjen e Hudejbijës, sahabët kanë ndjerë se janë të, me thonë, kushtimisht të poshtruar. Do thotë si kanë pas kushte të rënda që i kanë pranuar. Dhe duke e bërë marrëveshjen, ka ardhur një prej muslimanëve të Mekës, Ebu Gjendel, i cili ka qenë me prangë edhe me zinxhir, do të thënë i lidhur. Edhe ka ardhur te muslimanët, te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kurse ai negociatori i mushrikëve, Suhejl ibn Amr, ka thënë ja Muhammed, awwalu ma uqadika alayhi an taruddahu ilay. Ka thënë tani çështja e parë që do ta shohim a përmbush marrëveshjen, ose çështja e parë që do ta kërkojmë në bazë të marrëveshjes është ta kthesh këtë. Do të thënë këtë që ka ik nga tortura në këtë gjendje. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna lam naqd al-kitab ba'd. Do të thënë nuk e kemi nënshkruar. Pra ka qenë e papërfunduar marrëveshja. Nuk e kemi vulosur shkrimin. Ka thënë Suhejli, fa wallahi idhen lem usalihka ala shay'in. Atëherë nuk ka marrëveshje. Do të thënë nëse nuk e shohim se ke fillu ta zbatosh, do të thënë nuk ka marrëveshje. Ka thënë fa ajzihi li. Do të thënë lejo ma vetëm këtë. Ka thënë nuk ta lejoj. Atëherë ka thënë bela fefal. Do të thënë edhe një herë kjo është si formë lutjes, vetëm këtë baje. Do të thënë shikoni tani në këtë gjendje kur vjen një njeri i torturuar, që shihen shenjat se e kanë do të thënë e kanë dënuar dhe kanë mbajtur lidhur, edhe ka ikur dhe nuk i ka hequr prangat hala. Do të thënë nuk ka pas mundësi. Mirë po, për këtë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lutur atëherë dhe nuk ka pranuar. Atëherë ky Ebu Gjendel ka thënë, ja ma'shar al-muslimin, e uraddu ila al-mushrikin wa qad ji'tu musliman. Ka thënë, a do të më ktheni te mushrikët kurse unë erdha si musliman, do të thënë, a më ktheni te mushrikët. Ela tarawna ma qad laqit, do të thënë, a nuk e shihni se çka më ka ndodhur, do të thënë edhe çka kam vuajtur. Mirë po, i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Eba Gjendel, isbir, wahtasib. Dhe më thamë, pra i ka thënë, ki durim dhe pritë shpërblimin e Allahut subhanahu wa ta'ala, fa inna Allahe azza wa jall, jailu leke, wa liman ma'ake min al-mustadafine, faraja wa makhraja. Sepse ka thonë, Allahu do t'japë ty dhe atyre të dobtëve të tjerë, ose të shtypurve të tjerë prej besimtarve, do t'ju sjell rrugdalje dhe shpëtim. Inna qad aqadna baynana wa bayna al-qawmi sulha, ka thënë se ne lidhëm me këta njerëz marrëveshje. Fa a'tainahum ala dhalik wa a'tawna alayhi ahda. Dhe ja kemi dhënë besën dhe ata na kanë dhënë besën për këtë marrëveshje. Wa inna lan naghdira bihim, dhe ne nuk e shkelim besën asnjëherë. Do të thënë ky është qëllimi i hadithit, se nuk ka pasur situatë në të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do ta kishte arsyetuar shkeljen e besës ose shkeljen e premtimit të dhënë apo fjalës së dhënë sallallahu alaihi wasallam. Do thotë, pse nuk e mbrojti këtë njeriu të cilin e kanë sulmu mushrikët, adhuruesit e idhujve, nuk e mbrojti për shkak të marrëveshjes. Do thotë marrëveshje mes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe mushrikëve të Mekës, edhe pse ai ishte musliman dhe i dobët dhe i shkelur dhe i persekutuar. Por i ka thonë se Allahu subhanahu wa ta'ala do t'jape ty edhe të tjerëve, se ka pas edhe të tjerë në Mekë që kanë qenë në këtë gjendje, do t'ju jape Allahu rrugdalje dhe shpëtim.
Gjithashtu në këtë marrëveshje, do thotë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë kjo është marrëveshje mes Suhejl ibn Amrit dhe Muhamedit të dërguarit Allahut. Ai ka thonë, menjëherë ka kundërshtu këtu. Ka thonë nëse ne kishim pranuar se ti i dërguari Allahut, nuk kish pas pse të bëjmë marrëveshje, do të thonë as nuk kishim luftu. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë Aliut radhiyallahu anhu fshije. Ai ka thonë unë nuk mund ta fshi këtë fjalë. Atëherë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka marrë me dorën e tij dhe e ka fshirë ai. Salavatet, selamet dhe bereqetet e Allahut qofshin për të.